Përshëndetje të nderuar, kudo që jeni, shfrytëzoj rastin që nëpërmjet kësaj video t'ia uroj fitoren Albin Kurtit në zgjedhjet e së dielës që e lam pas. Kjo ishte një fitore e jashtëzakonshme, një fitore e madhe, që lirisht mund të quhet fitore historike. Një fitore plebiscitare, një referendum popullor, mund të thuash. Edhe pse 10 muaj që nga zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 u ushtrua një blokadë e paparë që të mos formohen institucionet shtetërore në Kosovë. Dhe gjithë kjo i mbeshej Albin Kurtit, i cili i fitoi në atë kohë zgjedhjet me 42.diçka%, kurse tani me mbi 50%, me 50.diçka deri në 51% mund të shkojë përqindja. Pra gjysma e elektoratit në Kosovë, gjysmë milioni njerëz të cilët qytetarë të cilët e kanë drejtën e votimit, kanë votuar për Albin Kurtin dhe të 3 parti tjera të cilat ishin në koalicion. Dhe të dalësh edhe të gjejsh lloj-lloj kritika, lloj-lloj sharje, lloj-lloj ofendime, se gjoja kinse, po të mos kishin qenë gjysmë milioni mërgjimtar që zbarkuan në këto festat e fund vitit në Kosovë, ndoshta ai edhe nuk di kishte fituar këto zgjedhje në këtë përqindje kaq të madhe. Jo, kjo jo që është një ofendim ndaj mërgjimtarëve, ndaj popullatës e cila është në diasporë dhe që kontribon aq shumë për mirëqenien në Kosovë, saqë shpesh herë edhe lavdrohet vetëm kur ju konvenon atyre mediave në Kosovë, ose ndonjë lloj analisti e ku ta di un politikani, e këta pseudo-analistët, pseudo-politikanët, është tejet rënqethse, neveritse, kur t'i shikoni tani këto ditë komentet në për portalet televizive, në për portalet e mediave sociale. Po Albin Kurti, a ka pas televizion të madh që e ka përkra? Jo, s'ka pas. A ka pas oligarki me para që i kanë dhënë pas? Jo, s'ka pas. A ka pas kundërshtar dhe a ka pas kritikues? A ka pas sharës? A ka pas ofendues, nënçmues, çka nuk i kanë thënë? Albin Serbia, Albin Rusia, ku ta di unë, edhe pse të tjerët përqafohen me Vučićin, takohen dhe përqafohen, shpallen disa edhe qytetarë deri në përkrye qytetet shqiptare. Askush nuk merret me ta. Që nga Shqipëria deri në Kosovë, ata u munduan që ta mposhtin të gjithë atë kontribut që e jepte Albin Kurti nëpërmjet politikës së tij, që ta mëkëmb, që ta pastroj, thon shkurt, politikën shqiptare në Kosovë nga destruktiviteti, nga keqpërdorimi i paras publike, i të mirave publike, i mirëqenies publike, që u pasuruan vetëm individ, por nuk u fuqizoa shteti kurrë. Dhe Albin Kurti, premisa e tij kryesore është, kjo edhe u pa tani më ashigare, se është fuqizimi i shtetit, i shtetësisë së Kosovës, jo fuqizimi i individëve, i oligarkëve, i disave, të cilët përfitojnë nga e gjithë kjo, vetëm e vetëm për xhepat e tyre, por jo për Kosovën si shtet. Dhe të dalësh dhe të shash dhe të ofendosh në mënyrën maq njerëzore që është e mundur. Dhe kjo më bën që të pyes, ore, çfarë populli i çuditshëm pas kemi qenë ne shqiptarët? Të fitosh në mënyrë të drejtë dhe të dalë gjysma e popullit të votojë dhe të dalë gjysma tjetër të shajë dhe të merret me lloj-lloj konstruktivitete
dhe instrukcione të shpikura në mendje, të imagjinuara dhe të thot, po të mos ishtë kjo, po të mos ishtë ajo, kino do e bënd të këte, do e bënd të këte, po sikur a i ti kish humbur zgjedhjet. Imagjinoni, sikur ti kishte humbur zgjedhjet ditën e dijen. Ore këta të tjerët do t'i bënin proces gjithësor, nuk do të pritnin edhe institucionet t'i formonin në Kosovë. Me nëzitim, me ngutim do e bënin këte, sepse atë kishin për qëllim, që ta ulin në bankën e të akuzuar. Për një gjë për të cilën ai kur nuk e ka bërë. Nuk më takon mua. As që dua unë të hyj në analizat të thellë. Kjo i takon popullit të Kosovës. Dhe unë e uroj popullin e Kosovës që diti se kënë duhet ta votoj ditën e diell që lam pas, me 28 dhjetor 2025. Pra, u pa populli i ndëshkoj, mu ata të cilët e akuzonin Albin Kurtin se po e blokon, se po i blokon institucionet e Kosovës, se po e paraqet Kosovën në mënyrën më të keqe para ndërkombëtarëve. Por kjo u vërtetua të dielën se nuk pas ka qenë Albin Kurti blokada, apo blokuesi, por blokada dhe blokuesi pas ka qenë këta, të cilët jo që humbën, por humbën me një humbje e cila është humbje e turpshme, humbje të mërshme. Dhe tani nuk ju mbet gjë tjetër, që ata analistë në për portale televizive, në për të gjitha portale televizive në Kosovë, edhe në Shqipëri, që vjellën vërer, kritikohen, shohen, çka nuk im veshën Albin Kurtit për këto 10 muaj. Por kjo u pa se nuk pas ka qenë ajo e vërtetë. Dhe tani, që të bëjnë ata, të cilët morën atë shumë para, se do të me propagandën e tyre, do të drejtojnë popullin e Kosovës në atë drejtim që ta ndëshkoj Albin Kurtin dhe që ai të mos i fitoj zgjedhjet me 28 dhjetor 2025, por ndodhi e kundërta, populli i shikoi punët që ndodhen në teren dhe punët që ndodhen në teren, që bëheshin në teren, ishin krejtësisht ndryshe nga ato që propagandonin analistët në për portalet televizive, që shkruanin media, që vjellnin vërer, që shpifnin, që përgojonin, që shpiknin gjërat të cilët as pak nuk ekzistonin. E për ato të cilët kanë ndodhur në Kosovë, më mirë foli vota e popullit më 28 dhjetor 2025. As një koment tjetër nuk ka nevojë, no comment. Por sharjet, ofendimet, nënshmimet, sharje bile që wallahi billahi, edhe Zoti i gjithfuqishëm turprohet kur i dëgjon dhe kur i sheh. E lëre mo njerëzit që kanë sa do pak moral. Ora kanë moral këta lloj gazetarësh, këta lloj njerëzish që dalën në për komente, shajnë bre, ofendojnë bre, nuk e bëjnë e sa pse e hapën atë koment ndonjë antari shtëpis, që është grua, që është vajzë, që është nën, që është gjyshe, që është antari familjes, po ore ty bre, sikur ty të dalë dikushve të ofendoj baban, vëllan, të birin, nënën, motrën, gruan. Si do reagoje ty be, oj mjera, jeton ti në këtë planet, apo ku jeton? Ore nëse nuk më pëlqen dikush, nuk më pëlqen as politika e ti, as sjellja e ti, as karakteri i ti, ka mënyra tjera për kritik, jo të shoh, jo të ofendoj, jo të nënshmoj, jo të çnjerëzoj. Sepse jo rastësisht Zoti e ka bërë që të mos jemi krejt një mendimi, por ajo që është, që duket, që ti e prek, që ti e shebre, e sheh 24 orë dhe ti del përkundrazi, vetëm se ja ke inatin. Unë personalisht i kam përjetuar të gjëra dhe e di shumë mirë në çfarë lëkure gjendet Albin Kurti. Por për mua, me rëndësi është që ne të kishim
Zoti, si kur të jepte, që s'paku ne në Maqedoni, ta kishim një Albin Kurti, jo si figur, por edhe prezent fizikisht, por ja që nuk është as në lindje një Albin Kurti, që në Maqedoni ta çlironte politikën shqiptare në Maqedoni nga ai bërloku i tashën 25 vjet. Kosova ka fat, por në këtë rast unë dëshiroj që ta potencoj se edhe tërë shqiptaria ka fat, që në këtë dekadë Zoti ja ka dërguar një Albin Kurti. Le ta ruaj, le t'i jap, o Zot, jepi jetë dhe shoqëroje me njerëz të sinqert, me të cilët, o Zot, ta formoje, ti formoj institucionet shtetërore dhe të shkoj përpara ashtu, sikurse që e ka filluar. Dhashtë Zoti, që në legjislaturën tani që pason, të formohen institucionet qeveritare në Kosovë, sa më parë, të grumbullohen rreth atij Albin Kurti të gjithë njerëzit e sinqert, të cilët ai edhe i ka zgjedhur dhe që mund t'i zgjedh dhe që janë të betuar dhe inshallah do e mbahen këtë betim, këtë sinqeritet, këtë përkushtim që e kanë vetëm për të mirën e popullit, sepse politika nuk është për të shkuar atje dhe për të marrë të ajo arka dhe për t'i mbush xhepat. Politika është që të jesh në shërbim të popullit, jo në shërbim të vetvetes dhe të xhepave të një grupi të njerëzve.